O ti, drapsh, në ata të tu mos të më qeshin aty se unë ta dhe pagun e familjes, Ky mesazh zanor i përket të njërës prej grave të ofisit Gjonaj, e cila kërcënon një person që kërkon t'i kthehen paratë e tij mbrapsht dhe të lihet i qetë. Siç mund ta merrni me mend, bëhet fjalë për martesat fiktive që kjo familje organizonte me djem të komunitetit rom, rezident në vendet e Bashkimit Evropian. Kuptohet kundrejt pagesave të majme. Viktima e parë e kësaj familjeje ishte Zeneli, një emigrant nga Kosova me banim në Hamburg. Ai kishte udhëtuar bashkë me gruan dhe nënën e tij drejt Tiranës për të takuar miq të rinj dhe për të shpallur fejesën e djalit me vajzën e Arbrit, njërit nga vëllezërit të Gjonaj. Hajde na kohë, inshallah. Allah i bashkëndesh. Ja. Pas kësaj feste dhe shërbeti që i dha mbarësit çiftit të ri, Arbri nisi kërkesat financiare ndaj Zenelit, duke i zhvatur këtij të fundit një shume të konsiderueshme eurosh. Pa përmendur këtu dhuratat në Florin për nusen e re, e cila ishte vetëm 15 vjeçe. Më thanë duhen të letë për me paguta restorantin, me kërkoj 2.000 euro t'ja qoj. Me do e shtim prap Fadil Berisha, t'ja këmë që edhe 2.000 euro t'ja. Ta dhe Bajram Kurban një fest, ta me duhen të ka me 50 euro. Okej, ta. Por kur familja e djalit prisnin ardhjen e nuses, papritur diçka ndryshoi. Tha që unë nisa, kom prit aty dhe në 6 ora. Ti një person në telefon, dëgjoj tha, ato e kanë kthy mrapa ta dogana. Jo. Ti Arbri apo? Po. Unë të kërkoj ty. Zenel dej që tu i ki pro punë. Dhe sa vetave të tjerë ke premtuar vajzën, Arbër? Unë na shpëtosh neve, po diku do mbash përgjegjësi. Në realitet, e gjitha çfarë treguam 2 javë më parë ishte një histori mashtrimi organizuar mjaft mirë në të cilin merrnin pjesëtuese të gjithë pjesëtarët e kësaj familje, përfshi dhe 2 vëllezërit e tjerë të Arbrit, të cilët na rezervuan një pritje tepër agresive pas vizitës që ne ju bëm. Ajo çfarë ndodhi atë ditë dhe komgulja jon për t'i takuar, në fakt e kishte një shkak, sepse për Albanin kishin ardhur denoncime të reja. Albani 3 nuse mi ka qu fotografi WhatsApp. Shkenci, që është vllai atij, kërkoshin lek, i dhoni thash bolmo. Ky 35 vjeçar kishte një katalog vajzash të mitura që ja premtonte emigrantëve për martesë kundrejt shumave të konsiderueshme. Dhe pasi u merrte paratë, mbyllte çdo kontakt me ta. Kjo skem mashtrimi për te organizatorëve kishte të përfshira edhe vetë vajzat, të cilat sipas skenarit duhet të aktronin gjatë ceremonive falso që vëllezërit Gjonaj organizonin sa në një shtëpi në tjetrën. Edhe inshallah zotit e kina përhar bukën e bashkume me njëri tjetrin. Por duket që sa më shumë të gërmojmë, aq më i madh dhe i thellë bëhet mashtrimi i këtij grupi. Sepse kësaj radhe na kanë ardhur 2 denoncime të reja për një tjetër vajzë të familjes, e cila siç mund ta kuptoni, i është premtuar 2 djemve të ndryshëm njëkohësisht. Na kem taku do person aty në Shqipëri, kem dashur me ndonjë nuse për djalin. Na 19 vjet e kum pas djalin. Zotëria quhet Nusret dhe njohje pas njohje kanë bërritur tek vëllezërit Gjonaj, të cilët sipas skenarit të përgatitur fillimisht kanë nxjerr katalogun e nuseve dhe më pas kanë bërë goditjen. Albani mi ka se fotografi, edhe kjo më pëlqej. Tani 20 vjet i ka, vajzë e bukur këtu, kemë rënë dakord, po problemi është ata na kanë trashtu, na kanë marrë 6.000 euro. Asnjë ndryshim nga historitë e mëparshme. Në fillim njoja, më pas shërbeti, euro e në fund zhvatja. Tani 1.000 euro ka ardhur Kosovë ka marrë, do të në zonë salën, do të më bëj gati me përcjell nusen, 200-300 euro ja çova me Western Union kom dokumentin e nusës sina. Kur e kem feju nusën i kem dhënë do flori, do fistona që shtu në teshat nusive, që shkojnë traditat tona. Tani ma nuk u lemru në telefon, një herë u lemru. Si në rastin e Elmedinit, i cili tregon me detaje se si vëllezërit Gjonaj e kanë mashtruar. 2.350 euro ky Arboni. Ka thirra i me marrë një nusë atje për me ma gjep nusën. Edhe e më ka qu të vllavi veta, kush është ai një farafrim. Edhe nusën ma kanë bo për haj si kur ati krejt njëj. Aty mrena kur jena hite që ai afrimi, ka thonë kur vjen me ma nusën të jepi 1.500 euro se po mbos shtrejt salla. Edhe ja kena qita se qikës një unos arit. Edhe ka thonë hajde merrni mas 3 jave. Në rastin e Nusretit, gjërat janë bërë shumë shpejt dhe shërbeti i pirë në shtëpinë e afrimit babait të nusës së supozuar është shoqëruar dhe me hedhjen e eurove në tavolinë. Sepse kështu e do tradita. Filmove gjatë tamam, mos vi more,
Edhe që ky është zakon. Ky është zakon, dakord, por a ndalet këtu zakoni? Që tash numëroj ti sa? Jo, s'u ka numëroj, ne kemi numëruar. O je ka Pas 3.500 eurove të hedhura në 2 ndalesa, tani vjen radha e dhuratave për nusen e premtuar. Ti e telefonin, sa bolën. Ka çona kon, sa kanë duke që kanë vënë shumë gojë. Që do ki me net me Me ne morën, ej! Edhe artin Mashallah, e merë vetën, kada, inshallah bëhat një katon. Një kja pashori. E po shihar. E po, na qoftë për hajër martesa. Po nusja, kur do shkoj të burri? Ka thonë, hajde, lema për vitri me hongër nusja me mu vitin e ri, e kemi lënë, e kemi shku me marë nusen, jemi shku të dera, te dera su kona ty që abanesi, si unë kona ty. Këtu duhet të qarojmë diçka. Sa po bëjnë 2-3 goditje të një pas njëshme, mashtruesit të ndërojnë me një herë adres duke u bërë të pakapshëm për viktimat që njësin t'i kërkojnë në për Tiranë. I marrëshën telefon nuk më lemrojshin, çka kam bo, qysh i kanë drun, banesat, mos që më konën qëtë banes duke. E njëjta situat edhe për familjen Krasniqi. As na kanë qirë telefonat, as na kanë lamrun telefon, 7-8.000 euro mi kanë hongër, 8.000 euro. Plus gjalli jo hin kredit puna dasë nëse na i kem raditet kur e marim nusen me bo dasën në Gjermani. Ata kret na kanë bo mashtrim. Si familja Gashi, ashtu edhe familja Krasniqi, viktimat të këtij grupi mashtruesish kanë pasur dëme të konsiderueshme financiare, duke u dorëzuar aty pa arritur t'i gjejnë. Kjo ndoshta edhe për një shkak tjetër. Edhe me ta mos kom pas kontakt, afrim Shqipni ata e tiri, dhe kuni konit ka nis me kërcenum. Ta ne kom shok edhe në Itali, në Gjermani, bitë në mërës, bin kështu. Dhe një lloj si Nusreti do ta postonte edhe një tjetër familje që pasi ishte mashtruar me disa mijëra euro, do të kërkonte kthimin pas të parave të hedhura në tavolinën e mashtruesve. I kena qu përmi 5-6 euro në Western Union, plus 1 euro i kena lunë Shqipni, kena qu dukat ori, pistona, edhe na ka rejt e krejt e dorë vojza, të i ka pot 14 vjet, jo 18. Dhe për cilën vajzë bëhet fjalë do thoni ju? Vajza e Arbrit, protagonistit të parë të familjes Gjonaj, i cili nga dëshmit që kemi mbledhur e ka përdorur vajzën e tij për të tretën herë, në këmbim të eurove dhe florinve, por Behadini nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe pasi i gjen Arbrit numrin e ri, kërkon t'i kthehen parat. Dhe përgjigja është kjo. O ti, mas mba rolin e gangsterit mu ka ona telefonit, në gjëmu, mu si gangsterin me on telefonit mos ma ba, se va atje ku je pa shakryt e djallit qes pun. As du me ta qelë telefonin, kam qef bal për bal njës me fol me mu. Ka është për të thot Arbri. Por Arbri ka dhe grua, e cila ndryshe nga bashkëshorti ka një form tjetër komunikimi me ish mikun e familjes. O ti, drapsh, në ata e tu mos më qeshin aty se unë ta dhe pagun e familjes, e sa për nuset tonë, unë t'i krejt të ropë të gjallë e vdek shaketi. Dhe në i rafsh dhe njerë telefonit, ka me t'jetë që i sa ndet, o ropë ka A mje, në regull, ti, bës